Sigurisht dhe mbas diskutimit të sotëm, me shumë kënaqësi do të lidhem me ju, që të diskutojmë se si ka shku diskutimi i sotëm. Diskutimi sot do të bëhet prej orës 5:30 në Muzeun e Fëmijëve të Luftës. Është një muze cili ne kemi hap në fillim të këtij viti, i cili dokumenton historiet e personave të cilët kanë qenë fëmijë gjatë luftës në Kosovë. Ka artefakte ose objekte të kujtimit të cilat janë ruajtur realisht dhe që ne i kemi mbledhur dhe që janë të shpërfaqura në këtë hapësirë të kujtesës. Edhe pikërisht diskutimi do të bëhet në këtë muze, është një hapësirë më e vogël, prandaj diskutimi sot do të jetë i limituar në pjesëmarrje, për shkak që synojmë që edhe ta krijojmë një ambient më intim dhe më të sigurt për personazhin që ka menduar historien e saj sot. Është vajza e të mbjetuarit të parë, burr, i dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, Ramadan Ishori, i cili ka ndalë historinë dhe krimin e tmerrshëm që i ka ndodhur gjatë luftës në prill të këtij viti. Vajza e Ramadan Ishorit, Flutura Ishori, do ta ndajë historinë e saj të ballafaqimit me historinë e babait të saj si i mbjetuar i dhunës seksuale gjatë luftës, që ka ndikuar kreme dhe kjo histori e tmerrshme në familjen e tyre, që ka ndikuar në fëmijët, pra në këtë gjeneratën post kujtesë, për atë se çka ka ndodhur në familjen e tyre, edhe qysh është rëndësishme që këto diskutime, këto biseda të trajtohen, të diskutohen në familje dhe më pas edhe në rrjetet e tjera shoqërore, të fillu prej shkollave, universiteteve, lagjeve, mediave, kështu që kjo është një mundësi shumë e mirë që përmes edhe kësaj lidhjes me këto që ta transmetojmë mesazhin që është shumë e rëndësishme të kujtojmë, të njohim, të kujtojmë, të dokumentojmë atë se çka ka ndodhur ndaj viktimave dhe të mbjetuarve të luftës në Kosovë, edhe pse është me rëndësi që gjeneratat e reja të angazhohen për një dialog i cili fokusohet me një kujtesë gjithëpërfshirëse, mirë po edhe me një dialog për paqen. Pra, ideja e krijimit të këtyre hapësirave është që ti informojmë gjeneratat e reja për atë se çka ka ndodhur, që ndikon, sa tmerrshëm ndikon lufta jo vetëm në të mbjetuarit dhe viktimat e luftës, mirë po edhe në krejt familjen edhe në krejt rrjetin shoqëror mandej, edhe pse është e rëndësishme që na krejt bashk në forma të ndryshme, në mënyra të ndryshme, nga pozicione të ndryshme të cilat i kemi, të luftojmë që të punojmë për paqe, të punojmë për drejtësi edhe të sigurohemi që ato krime të tmerrshme të cilat kanë ndodhur për gratë dhe burrat, llogaritë që janë rreth 20.000 të dhunuar gjatë luftës në Kosovë, që këto krime të tmerrshme të mos përsëriten kurrë, jo vetëm në Kosovë, në rajon, por as edhe në atë fund tjetër në botë.